automatikisht nuk forcohet, edhe sepse nëse shohim opinionin hebre, ata kërkojnë pengjet e veta, të gjalla për të vdekur dhe Izraeli, ky Benjamin Netanyahu nuk i arriti t'ia jepë deri më tani, pra u fiks 2 vite, pas 3 ditëve bëhen 2 vite që ka filluar ky maks për hebrejt, që të merren pengje të gjalla për të vdekur dhe Benjamin Netanyahu nuk ja shoh, dhe për këtë arsye në fakt nëse shohim nga kjo pikpamja e vetë që vazhdueshmëria e tij në qeveritë e Benjamin Netanyahu dhe të koalicionit ultra racist të djathtë hebrej që është në Tel Aviv, kjo tregon që Benjamin Netanyahu vetëm se po fiton kohë, pra nuk ka shumë sepse po ta pranoj këtë marrëveshje, edhe nëse bëhen zgjedhje, pavarësisht se ata janë në gjendje lufte dhe nuk mund të bëhen zgjedhje normalisht, edhe me ligjet e Izraelit, ai do të humbi postin e saj, postin e tij, do të humbin qeverinë e tij, edhe pse ka shumë të lëkundur zaten që në fillim të kësaj lufte, por gjithsesi ai do të humbi nëse pranohet, dhe për këtë arsye nëse referohemi edhe vetë medias mallore të Izraelit, thonë që kjo marrëveshje, edhe pse e ka detyruar në thojë Amerika Benjamin Netanyahu ta pranojnë, dhe të fitojnë kohë dhe të gjejnë një sebeb, ja nuk e pranoi Hamasi, nuk e pranoi ky tjetër të plasë një bombë në apo këtë, dhe përsëri do vazhdoj sepse me sa duket Benjamin Netanyahu me çfarë do lloj koste që të jetë, ai nuk e do ta lejë qeverisjen e Izraelit. Mirë, Sokol, ndjekemi tjetër insert dhe më pas rikthehemi për diskutuar mbi Rusin. Rusia po punon për të forcuar forcat e saj të armatosura, duke u përgjigjur një pyetje në lidhje me një thirrje të sekretarit të mbrojtjes së SBA-s, Pete Hegseth, se Amerika duhet të përgatitet për luftë për të siguruar paqen. Ne gjithashtu preferojmë të forcojmë forcat tona të armatosura në çdo mënyrë të mundshme, duke vazhduar të mbështesim plotësisht paqen, duke mbetur të hapur për zgjedhjen e të gjitha problemeve, përfshirë krizën ukrainase, përmes negociatave diplomatike dhe kontakteve politike, u tha gazetarëve zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov. Kremlini paralajmëroi gjithashtu udhëheqësit evropian se Rusia do të ndjek penalisht çdo person ose vend që vjedh paratë e saj, tha se vjedhja e aseteve ruse do të dëmtonte depozitat dhe investimet evropiane. Mirë, Sokol, Rusia e ka kontrolluar termocentralin Zaporizhzhia që nga fillimi i luftës. Sa i rrezikshëm është tashmë situata aktuale për stabilitetin energjetik të Ukrainës dhe Europës? Në fakt jo vetëm thjesht për energjinë nukleare, për të gjithë rajonin dhe për të gjithë kontinentin është rrezikshëm, por me sa duket edhe në summitin që bëri zoti Trump me zotin Putin në Alaska, ka qenë pika kryesore e kontrollimit në thojza të centrale nukleare, ku siç e thatë është një pikat më kryesore dhe prej shumë pas ka qenë pika më e intensuar te kujdesi asaj, por kjo agjencia atomit ndërkombëtare vazhdimisht ka dhënë përndësime që nuk kemi rrezikshmëri aty, edhe pse rrethorodhët kanë qenë flakët. Kjo është e rrezikshme, por këmbahet edhe si tip deri maç, domethënë për të qoftë edhe kundra Europës, por qoftë edhe kundra të tjerëve që nuk janë pro Rusisë, pra domethënë Amerikës, dhe kështu që rrezikshmëria e tij pa mbaruar kjo luftë në tavolinë me një marrëveshje shumë të gjerë, jo sikur është bërë në vitin 1993 kur ka bërë një marrëveshje Ukraina me Moskën, pasi pa të marrë pavarësinë, dhe garancia e kësaj marrëveshje ishte kjo Amerika, Anglia, Gjermania ato, dhe në fund sa herë dhe tashmë të fundit Rusia domethënë me fjalë tamam që po pushton Ukrainën, i ka pushtuar shumë pjesë të saj, gati 20% të territorit të Ukrainës, dhe kështu që pika e nuklearizmit është shumë e rëndësishme, por nuk ka garanci Ukraina nga askush tjetër, edhe pse nëse referohemi prononcimeve nga Kijevi, gjithsesi edhe ata thonë që deri diku e kontrollojnë vetat, apo edhe nëse shohim prononcimet nga Moska thonë që deri diku e kontrollojnë vetat. Pra është një pikë, një moll zjarri që me të vërtetë ajo nuk ndjek vetëm Ukrainën, por mund të ndjekun edhe gjithë kontinentin së bashku këtu edhe me Rusi. Sokol, nuk e di nëse ka rrezik real për katastrofë bërthamore rreth Zaporizhzhias, duke pas parasysh përdorimin e gjeneratorëve të emergjencës dhe vijat e frontit që janë shumë të afërta, si e mendon?
Tash I referohemi të dhënave zyrtare që aty nuk pritet një rrezikshmëri sepse siç I thash edhe pak më parë, domethënë kjo përvëlon jo vetëm Ukrainën, por përvëlon edhe Rusinë, por normalisht që duke shkuar drejt një tavolinë diplomatike për një paqe që kjo duket shumë e largët në fakt, por gjithsesi çdo luftë që fillon ka një fund më patjetër, në çfarë do lloj përmasës që dëzirohet, në fund të fundit ka një fund, por sa është e rrezikshme, po përdoret domethënë edhe nga Rusia, por nuk duhet harruar që Rusia ditë e përdori gjithmonë shantazhet e forcës dhe normal që Japonia e centrale nukleare e Japonias është ndoshta ajo që mund të shantazhoj Europën në çdo orë, në çdo minutë dhe mund të jetë ajo që mund të fitojnë, mund të I sjellin gjëra plus Rusisë dhe jo Ukrainës. Mirë, Stokol, nga ana tjetër në një takim në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, presidenti amerikan Donald Trump I tha homologut të Ukrainës pra Volodymyr Zelenski se është I gatshëm të heqë të gjitha kufizimet mbi përdorimin e armëve amerikane me rreze të gjatë veprimi nga ana e Kievit për të sulmuar dhe objektivet brenda territorit rus. Apo I afrohet Sokol Shobaja një përplasje të drejtë për drejtë me Rusinë duke hapur derën për përdorimin e këtyre raketave? Ajo, një përplasje amerikano-ruse është pamundur të shohim, sepse vetë Rusia nuk e ka forcën që të shpallë luftë asaj të Amerikës në radhë të parë, sepse siç dihet Amerika në të gjithë globin tonë, pra në të gjithë pjesët në det dhe në Atlantik ka mbi 8.000 baza ushtarake, pra është numër 1, forca numër 1 në botë, pra është perëndori I botës realisht dhe me forcë që në ana ekonomike, që në ana ushtarake, që në ana e teknologjisë të gjitha dhe nuk duhet harruar që me ata dyshat që shkoi bombardoi centralet nukleare të Iranit, domethënë në Iran ka qenë gjithë forca, shkenca e provimtarisë ruse, indiane, po edhe kinezë aty nuk qenë në gjendje të trembrojnë biles ata avionat luftarë amerikan kanë hecur mbi 36 orë, kanë fluturuar në hava dhe asnjë radar I Rusisë apo edhe I Kinës apo edhe I Indisë në gjërat të superfuqitë të mëdha nuk kanë arritur as ta shohin se ku janë, se ashtu vetëm ku ka bomba dhe ku ka bërë prononcime zyrtare Amerika. Pra kështu që Rusia ka shumë të vështirë, domethënë ka të pamundur të shpallë një luftë nëse shkojmë në një arsenal nuklear që po gjujmë bomba njëri tjetrit, tash tjetër, por nuk besoj që kemi një përshkallëzim të tillë, por Amerika në fakt kjo luftë nuk është e Rusisë, Amerika ka futur Rusinë në këtë luftë dhe nëse ju kujtohet shkurtin e atij viti që pa filluar pushtimi rus në Ukrainë, ishin të gjitha informacionet I kishim totalisht nga media përndimore, pra nga media amerikane dhe nuk ishin Rusia thonë që jo, ne nuk kemi ashtu, edhe buri emrin në operacion, u fut doli, pra nuk është Rusia aq e fortë sa kujtojmë ne, por kjo luftë në fakt I intereson shumë Amerikës, sepse këtu Rusia çdo ditë po humb punë sepse nuk harxhon ujë domethënë për këtë bombat e këtë arsenal që qoftë nga dronet me mira raketa që ka përdor Rusia dhe këta nuk janë të pafundshme, pra këta kanë një fund sepse këto prodhohen, po ashtu edhe Europa ka një deficit shumë të madh, pagu fatura shumë të mëdha për të hequr, domethënë për të ndihmuar kështu Ukrainën, pra të dy forcat që janë janë rival të Amerikës, të dyja vijnë duke u zvogëluar dhe vijnë duke humbur forcën dhe kështu që forca e Amerikës, pra perandoria e Amerikës çdo ditë më shumë vjen duke u forcuar dhe jo duke u dobësuar dhe Rusia do të hapë një luftë është e pamundshme sepse Rusia provoi shumë herë domethënë që nga lart në vendet baltike, atje lart e Foqe dhe në Romani, domethënë me drone, me avion, u fut në pjesën e NATO-s, çfarë NATO jo po është ne, jo po është s'kan qenë qëllimshme, kanë qenë pra domethënë testojnë njëri tjetrin, por jo sepse një armë që shitet me të drejtën e ndërkombëtare që Amerika e shet edhe me vendimin e Senatit, jo thjesht me një dekret të presidentit, domethënë ajo armë e ka të drejtën realisht, domethënë me ligjet ndërkombëtare të përdoret vetëm kundra atij që ashet nuk mund të përdoret ajën, por kundra atij mund të përdoret, por është si thënë asaj fjalë se shkallë, domethënë degradimi I kësaj që në të vërtetë këtë dimër sa thonë ekspertët e kësaj çështje dhe ato që janë pranë Trumpit që flasin për median amerikane thonë që
këtë dimër do të kemi domethënë ndryshe gjëra sepse Putini me gjoja nuk ul në tavolinë, do të taku me zotin Trump, do të kemi përshkallëzimin e kësaj ku pastaj do të fillojnë duke paguar faturë të mëdha dhe rusive jo në tokën e Ukrainës, por në tokat e veta, ku kemi pas shembull domethënë ku Kurski u mor nga Ukraina, po ashtu në kufirin e Mongoli, Rusia ne me mijëra kilometra larg nga Ukraina ato atentatet me dronte. Pra do të kemi domethënë diçka, por që pyetjes tuaj unë që pyetet që a do të bëhet një luftë, jo, nuk e shoh. Ashtu sepse vetë Rusia nuk e ka forcën ashtu, bëhet e vetë nga gjë mund bëhet një luftë, por nëse pastaj njeriu të shoqmi ka hik mendja krejt, ka dalë mend çfarë dhe përdor armët nukleare dhe armët bërthamore, por nuk besoj që jemi në atë gjendje sa që të eliminojmë vetë qenien tonë njerëzore. Sokol, shikom, nga ana tjetër kemi pas raportime që presidenti Zelenski i ka kërkuar raketa Tomahawk, po themi presidenti amerikan Donald Trump, për të goditur Ukrainën, por nuk e di se sa të vërteta ishin si informacione, sepse duket sikur nuk kanë qëndruar në ditët më pas këto informacione. Megjithatë, nga ana tjetër thuhet që Trump i ka ofruar Zelenskit informacione të shërbimeve inteligjente për të mundësuar goditje në brendësitë Rusisë për raketat me rrezë të mesme. Nuk e di si ke parë këto, nëse mund një koment. Në fakt gjëja edhe shumë më kryesore se vetë lufta në konflikte të tilla, në lufta të tilla është edhe propaganda. Domethënë propaganda e dy anshme, po edhe anëve të treta në fakt që nuk kanë asnjë lidhje me atë, që duken që nuk kanë asnjë lidhje me atë konflikt dhe nëse referohemi këtu në teorive, atëherë me të vërtetë që kemi dezinformim jashtë mase të lartë, po ashtu nga të dy anët, qoftë nga Amerika, qoftë nga Rusia, po ashtu kemi edhe propagandë ku luftën mallore në fakt e fiton propaganda dhe jo domethënë jo në shesh, sepse në shesh tash ka hika e lufta në shesh do të bëhet me teknologji, por me sa duket e paktën nëse i referohemi këtu në 2-3 viteve të fundit që ka filluar lufta, të gjitha llojet e raketave për të mundshme për nesër në administratën e Trumpit që mund të kalojnë në Ukrainë kanë ardhur në MSD, pra shumica atyre janë në bazat ushtarake amerikane në Greqi, disa thonë që janë edhe në Turqi, disa thonë edhe që janë edhe në disa vende të tjera të Europës, por se sa janë të vërteta këto normalisht ne nuk e dimë, ne thjesht çfarë lexojmë për burimet e hapura, por normalisht Amerika ku ka filluar një gjë të paktën duke ditë edhe forcën e Amerikës, unë nuk besoj që mund të jenë prralla në thojza, por nëse vjen në orari, domethënë nëse vjen koha e saj, normalisht ja tani ja përcjellën e Ukrainës, por jo se nuk ka dhe Ukraina vitin e parë ka qenë shumë paditur se çfarë po bën si po bën, por pastaj edhe lufta të mëson se si të luftosh dhe si të mbrohesh dhe për këtë arsye edhe pse Ukraina ka humbur shumë tokë dhe kontrolli është nërë totalisht nga Rusia, përsëri mendimin e inteligjencës